Thamë edhe në fillim të këtij edicioni, Basri Muja, profesor i shkenca politike, është me në studio për diskutuar për zhvillimet kryesore në vend, flasim për formimin e qeverisë, flasim gjithashtu edhe për ndikimin që zgjedhjet lokale mund të kenë në një koalicion të mundshëm, por intervistën do ta nisim me protestën që pritet të nisë pranë orës 17 është paralajmëruar në Tiranë ndaj në përkrahje të ish-krerëve të UÇK-s. Atëherë zoti Muja, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirë, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Pas pak besoj do ta kemi regjia, do të më njoftoj edhe për sinjalin nga protesta që po bëhet atje, si po organizimin e protestës, figura që janë paralajmëruar që do të marrin në këtë protestë dhe mobilizimin e shqiptarëve atje me këtë protestë. Po sigurisht që në gjitha trojet shqiptare ekziston një frost, nëse mund të them, për shkak të kësaj gjykate, për shkak të procesit të stërgjatur, njerëzit janë që 5 vite në paraburgim dhe akuzat ndaj tyre mos me qenë nëdhimshme, kishin qenë qesharake. Dhe është e kuptueshme që njerëz janë të frustruar me këtë situatë dhe kërkojnë forma të shprehjes së këtij frustrimi. Dhe megjithatë si pat përplasjet, ndje përplasje mes kryeministrit të Shqipërisë dhe lëvizjes vetëvendosje, ai dhan shihet mira prishën këtë protestën, ky politizimi që i bën këtyre përplasjeve që i pa. Po kryeministri Rama din në situatat caktuara me përdor Kosovën për lufta të brendshme, sepse ne ishim dëshmitarë dje dhe sot për fërkimet mëdha në Parlamentin e Shqipërisë, në mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, dhe ai e ka këtë afinitet që të zhvendos tema prej një situate në një situatë tjetër, varësisht prej nevojave të ti. Mendoj që ka qenë pa vend reagimi ti, po në konsideroni që vetëm ai përfiton prej kësaj situate, sepse jam i bindur që edhe vetëvendosja duhet me pas kujdes në raport me krerët e institucioneve kryesore në Shqipëri, sepse përkundër asaj që zoti Rama njihet për arrogancën e tij, për qëndrimet e tij, të cilat shpesh herë i te kalojnë bontonin diplomatik. Megjithatë duhet ta kemi parasysh ai është kryeministri i Shqipërisë, është kryeministri i një vendit më mik të mundshëm për neve dhe ne kemi nevojë shumë për Shqipërinë, kështu që mendoj që edhe lëvizja vetëvendosje, përkundër gjitha atyre të cilat i dim për zotin Rama, duhet me qenë më të kujdesshëm në mënyrë që mos të vjen deri fërkimet e panevojshme me ta. Po, megjithatë, a e mbajnë të dyja palët përgjegjësinë për këtë konfliktin që aktualisht e kanë mes vete dy liderët, Kosovës dhe Shqipërisë, apo cili e marr më shumë përgjegjësinë? Tash, nëse shohim historikisht, zoti Rama ka pas problem me të gjitha figurat politike në Kosovë. Zoti Kurti nuk është i pari. Të pa për kësaj perspektive, unë mendoj që zoti Rama vetëm se e ka prit momentin për qenë pjesë e këtyre fërkimeve, ai ka një vetbesim të tepruar edhe sillet nga njerëz sikurse me qenë kryeministri i një superfuqie, ne kemi pa që ai din me bë skandale edhe në raporte me figura shumë të larta dhe nuk është befasuese kjo çka bën ai me Kosovën. Po ndërkohë nuk është mirë sepse ne vërtet kemi nevojë për miq dhe fatkeqësisht Kosova këto ditë nuk është që ka shumë miq. Po, megjithatë sa ka bërë Rama për të avancuar pozitën e Kosovës, për ndihmuar Kosovën duke ditur pozicionin aktual të Shqipërisë? A ka ndihmuar Kosovën në forume, në arenën ndërkombëtare për të avancuar pozicionin e Kosovës, ashtu siç thot paktën ai apo jo? Zoti Rama ka qenë i pari i cili ja ka vendosur sanksionet Kosovës. Zoti Rama e ka sjell një draft statut të asociacionit për te Kosovës, pa e pyetur fare Kosovën. Zoti Rama ka koketuar me Vučićin për atë fiskulturën e tij politike Ballkanin e hapur, pa konsultime me Prishtinën. Unë nuk di çka ka bëj për Kosovën, s'pakon këto vitet e fundit. Thani është më i afërt me Vučićin se sa me kryeministrin e Kosovës apo? Që di që shumë shpesh ka takime me Vučićin se sa që ka me kryeministrin e Kosovës dhe e di që qëndrimet e tij politike janë shumë të afërta me Vučićin se sa që janë me kryeministrin. Dhe thash më herët, nuk është vetëm zoti Kurti, ai ka pas probleme të vazhdueshme edhe me zotin Isa Mustafa, zotin Hashim Thaçi,
pastaj me zotin Ramush Haradinaj ka pas përplasje në brez nëse mund të them kështu që nuk është befasi sjellja e tij, në fakt është vetëm një vazhdimsi e metodave të tij. Mendoj që edhe për shkak të e thash edhe më herët atij vetbesimit të tepruar të cilin ja kanë përlakmi edhe shefat e shteteve më të fuqishme të botës. Flasim për temën tjetër kryesore, ndoshta për Kosovën, sa i përket formimit të qeverisë në fakt mandatarit i ka mbetur edhe 10 ditë për të propozuar kabinetin qeveritar pranë kuvendit. Apo duket që kryeministri i detyrë po i bën përpjekjet maksimale për të siguruar numrat dhe për të formuar qeverinë brenda këtij afati që e ka para pa ajo. Unë nuk kam pa ndonjë aktivitet të qeveria të kryeministit Kurti, po nuk kam pa as në mënyrë kurfar fryme të bashkëpunimit prej asnjërës parti politike të cilat janë në parlamentin e Kosovës. Ata janë barikaduar në ato pozicionet e tyre fillestare të ngurta dhe që më sinqert unë nuk pres që ata do të afrohen. Antagonizmat e tyre kanë qenë aq ekstrem këto nën muaj saqë kam të pamundshme me paramenduar që ata do të ulen edhe do të thojnë okej, tash po fillojmë prej fillimi dhe po e harrojmë të kaluamën. Megjithatë mungesa e përpjekjeve nga ana e Kurtit i cili ka për detyrë për të siguruar këta numra, tani çka tregon që nuk është interesuar për të formuar qeverinë apo është interesuar më shumë për të shkuar në zgjedhje dhe për sa i konvenojnë më shumë zgjedhjet? Duket që nuk ekziston një vullnet për krijimin e koalicione prej asnjërs palë. Për arsye se në pranverën e vitit arshëm ne do ta kemi në randitë zgjedhjen e presidentes apo presidentit dhe sipas kushtetutës aty duhet me qenë në atë mbledhje, në atë seancë, nëse mund të them kështu, duhet me qenë 80 deputet, s'paku me qenë prezent në rundin e parë dhe dytë. Dhe duke i pa dallimet mes këtyre politikanëve, mes gjitha partive, po dhe jo vetëm raportet opozit-pozit, po dhe brenda partive të opozitës, sepse ata asnjëherë nuk kanë dalë me një qendrim të përbashkët, dhe ata do ta marrin duke që do ta kenë shpejt rastin për ta formuar qeverinë, nëse veç kanë mundësi me mbledh. Pra thoni që nëse ju ofrohet mundësia atyre, as ata nuk do ta arrijnë, sepse nuk janë absolutisht Lidhja Demokratike prej fillimit ka thonë që unë nuk jam interesuar me qenë pjesë asnjë koalicioni. Nganjëherë ka thonë që jo, unë do të jem nëse më japet pozita e kryeministrit. Edhe në Partinë Demokratike kemi pa që ka pas vullnet, mirë po është e qartë që atyre, në situatë tillë atyre do duhet që t'ju takonte pozita e kryeministit, por summa summarum nuk shoh gatishmëri prej asnjërs palë, sepse jam i sigurt që nëse jo më herët në pranverën e vitit tashmë ne do të kemi zgjedhje të tjera. Edhe fokusi është i drejtuar atje dhe frika është që ndonjë marrëveshje, ndonjë koalicion tani do të prishte punë pastaj për rundën e ri të zgjedhjeve. Po, megjithatë do të muaj cilat do të ishin pasojat për vendin në rast se përsëri shkojmë në zgjedhje, pa ka kaluar buxhetin, pa kaluar mjetet e planit rritjes, pra ka shumë çështje që do duhet kalonin brenda kësaj periudhe në kuvend, në mënyrë që të mos bllokohej shteti apo çfarë? Ne veç se kemi pësue shumë nga kjo vonesë, nga kjo krizë politike, janë shumëta domet edhe në aspektin, nëse shohim ta zom agenda ligjeve, nxjerrjes së ligjeve këtë vit është zero, nuk është realizuar asnjë. Nëse shohim domet ekonomike, sigurisht që janë aty. Nëse shohim raportet me ndërkombëtarët, prap nuk ka asnjë aktivitet. Mendoj që domet janë të mëdha, por se fatkeqësisht më duhet me konstatuar që të gjitha partitë politike, kush më shumë e kush më pak, duket që interesat e veta, interesat e ngushta partijako politike i kanë vendosur para interesave të përgjithshme dhe se rezultati i saj janë duke në mënyrë duke shiquar rrugë se se të paraqitet më mirë para opinionit publik për gjithë këtë dështim që e kemi. Po, dhe nuk do thoni që në anën tjetër nuk e shohim fare interesin e vendit dhe gjitha këto dëmet e pasojat që po i bën vendet apo çfarë? Po ato po e fajsojnë njëra tjetrën, po nuk janë duke punuar sinqerisht asnjëra palë për krijimin e shumicave stabile. Dhe
në një situatë çfarë kemi, ishdesh që më pas një shumicë stabile, në mënyrë që me mujtë në pranverë me zgjedhë edhe presidentin. Pra, shumica stabile thani që do duhet jetë minimum 80 vota, apo jo, që i kërkon edhe për rastin e presidentit. Po, shumica stabile do duhet të ishin sigurisht një numër i madh i votave, i cili do të sigurante që në pranverën e vitit arshëm do të mund të zgjidhej presidentja, apo presidenti, dhe si rezultati saj pastaj do të evitohej shkura në zgjedhjet parakoshme, të cilës i friksohen të gjitha partit, dhe për ata dhe kanë frikë, mendoj që edhe opozita ka frikë që të mblidhet edhe të dakordohen rreth një kryeminist, rreth një programi qeverisës, sepse, si që thashë edhe më herët, frika është që pranvera do t'i gjej prap në një fushat parazit. Po, dhe cila do duhet ishte kjo qeveria stabile, me këta numra, me cilën parti ose me cilin koalicion? Kaluarëm duket e keni përmendur shumë shpesh këtë bashkëpunimin PDK-ve dhe ndosja, apo jo? Ne jemi marrë vazhdimisht prej fushatës, apo prej rezultateve të para në shkort për kombinimet. Mos më janë disa kombinime që i kemi përmendur, po kombinimi më stabil sigurisht që është në mes të një koalicioni madh, nëse mund të them kështu, në mes të partisë së parë dhe partisë së dytë, pra Lëvizjes Vetëvendosur dhe Partisë Demokratike. Një koalicion i tillë do të ofronte stabilitet, do të mund të zgjidhej presidenti pa asnjë problem dhe do të mund të miratoheshin edhe të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare, pra ato ku kërkohen 2/3 e numrit të deputetëve. Sado që në situatën që jemi, mendoj që një skenar i tillë duket që do të jetë vështirë. I realizueshëm s'paku në këtë. Po, dhe e kemi parë që Vetëvendosja gjatë gjithë kohës e përjashton mundësinë e bashkëpunimit me PDK-n dhe thekson listën serbe. Tani pse përjashton një mundësi të bashkëpunimit të tillë kur jepet një mundësi e tillë për të kaluar edhe për të pasur një qeveri stabile tani? Se LDK-n gjatë gjithë kohës i ka ofruar ofertë, por që me PDK-n asnjëherë nuk ka thënë që është i gatshëm të hyjë në koalicion. Parashutimi i tyre është që ka, nëse mund të them kështu, vrejtje nga elektorati i tyre që ata nuk janë të gatshëm për një arsye apo tjetër të jenë pjesë e një koalicioni ku edhe PDK-ja do të ishte pjesë, dhe nuk mendoj që kam dëgjuar ndonjë arsye nëse më të them kështu, ma bindë se ata thonë që ne nuk duam të jemi pjesë e një koalicioni për arsye të kaluarës së PDK-s, aferave të shumta korruptive sipas tyre etj. Pra, mendoj që kjo është arsyetimi, nuk e di sa janë sinqert në këtë arsyetim. Po, dhe të fundit kemi parë që deri më tani vetëm Nisma ka thënë që është e gatshme të ulet diskutoj për 3 votat e saj, por që përsëri e përmend këtë kushtin e kryeparlamentarit dhe e vënë në dyshim pozitën e basës. Tani sa është e drejtë që me këto pak vota të vë kushte të tilla në tavolinë Nisma? Po, në mënyrë krejt situatën tonë, në arenën tonë, skenën tonë politike, më shumë të përshkruan në mënyrë Nisma si parti, e cila me 3 deputetë është më e zëshmja për formimin e institucioneve qeverise. Fatkeqësisht, partitë politike nuk janë ende, duke që nuk janë ende të pjekura mjaftshëm që ta kuptojnë seriozitetin e situatës dhe të gjejnë mundësi për krijimin e shumicave stabile, sepse ne, nëse i dëgjojmë parti tjera spaku deklarativisht për pos Nismës Social-Demokrate, gjitha përjashtojnë mundësitë e koalicioneve. Ne ndëgjojmë dje edhe Partinë Demokratike që tha që unë nuk jam e gatshme që të futem në koalicion me Lëvizjen Vetëvendosje, pra nuk shoh brum për bashkëpunim mes tyre partive spaku në këtë konstelacion që është tani. Po, dhe prej nga ka ardhur e gjithë kjo gjuhë, e gjithë kjo atmosferë jo bashkëpunuese, si sqarohet, si erdhëm deri te kjo situatë të muja? Po, edhe që ka shumë faktorë, po mbi të gjitha është e kaluara jonë politike, ndarjet e vazhdueshme, antagonizmat ekstrem, posaçërisht mes figurave të caktuara, egoja e tyre, dhe sigurisht që, siç e thash më herët, edhe për momentin shumë më rëndësi frika prej zgjedhjeve të ardhshme. Po, dhe kush do duhet të rikthente ndoshta në këtë atmosferën e bashkëpunimit, apo është vetëm elektorati përmes votës vet?
do duhe elektorati, po fatkeqësisht elektorati do ta ketë ofertën e njëjtë në zgjedhjet tjera dhe është dëm që tani nuk ka kohë që të formohet një parti, nëse mund të them kështu, fuqishme e cila do t'i sfidonte, sepse mendoj që ka mjaftu shumë votues të pakënaqur të atij mesit përmbajturve, të cilët nuk është që ndihen të përfaqësuar nga kjo klasë politike. Mendoj që do duhet gjitha partitë për shkak të interesit të përgjithshëm të i kalojnë këto inate, të i kalojnë këto mëri dhe të ulen dhe të dakordohen për hapjen e rrugëve, për daljen nga kjo krizë politike, e cila është shumë e dëmshme për vendin dhe e cila po ndodh në një kohë kur në arenën ndërkombëtare ka ndryshime të mëdha gjeopolitike, të cilat shumë lehtë mundën me interferue edhe në raportet tona. Po, e përmendu që gjitha partitë janë deklaruar që më shumë janë për zgjedhje se sa për bashkëpunim, megjithatë ajo duket që aktualisht PDK-s nuk do duhet i konvenon në zgjedhje duke parë këto problemet e brendshme që lindën në këto zgjedhje dhe në këtë fushatën e zgjedhjeve lokale ajo. Po partitë politike duhet me qenë gjithmonë të gatshme për zgjedhje. Ato nuk kanë tjetër punë. Këtë punë e kanë. Pra edhe nëse në situata të caktuara vërtet nuk janë të gatshme, ato nuk e kanë problem me thonë që unë nuk jam i gatshëm dhe po tentoj me gjetë një solucion, të zonë edhe nisma socialdemokrate edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, të cilat duket që në zgjedhjet e ardhshme do të frigohen që do të kalojnë më së keqe. Do ta kenë vështirë ndoshta aty në përsëri, po ato thonë vazhdimisht që ne jemi të gatshëm për zgjedhjet, sepse s'kan opsion tjetër, por se do të rrjedhin pastaj betet për të parë Partia Demokratike e Kosovës edhe për shkak të dy njerëzve kryesorë të saj që ndodhen në Hagë, ka kogja problem. Tash i pamë edhe këto ndamjet e fundit dhe mendoj që ata janë në një krizë të leadershipit, pra nuk ekziston një lider i partisë, një kryesi e fortë e cila mundet me reaguar në situata të caktuara në mënyrë që dallimet që ekzistojnë brenda partisë të zgjidh brenda dhe jo të shpërthejnë ashtu si shpërthyen në Drenas. Dhe çka shpërfaqi ky largimi i Ladrovsit prej kandidimit PDK-s atje në Drenas? Çka tregoi për PDK-n? Po mendoj që ky është një leksion jo vetëm për PDK-n, por për gjitha partitë që figurat të caktuara të fuqishme, të cilat gëzojnë përkrahjen popullore në një region të caktuar, nuk guxon të trajtohen në një mënyrë të tillë. Pra, arbitrarisht kemi vendosur që dikush i cili për 8 vite, 9 vite ka qenë i vlerësuar mirë, i ranguar mirë, na po dojnë me zaventsu me dikën tjetër dhe reaksioni i zotit Ladrovsit mendoj që ka qenë i pritur, por se kjo e thash edhe më herët tregon për mungesë të leadershipit. Sado që unë jam në favor të ndrymeve, të ndryshimit të zëvendësimit të gjeneratave, të rekrutimit të njerëzve të ri, sepse partitë politike ashtu edhe mbijetojnë. Po zdroni që njerëz të suksesshëm nuk do duhet largoheshin. Nëse largohen, duhet mu largue në dakordim me ata, siç ka ndodhur për shembull në Mitrovic, zoti Bedri Hamza, apo në Fush Kosovë, zoti Burim Berisha. Pra ata i kanë marrë në kryetarët e vet, i kanë trajnuar, i kanë përgatitur dhe i kanë qit pastaj në zgjedhje, edhe mendoj që ajo është mënyra e duhur, edhe është për të përshëndetur, por po vendosëm ne me dekret prej qendrës, prej selisë qendrore, se kush do të vendoset kandidat, jo vetëm për kryetar, por edhe për asamble. Unë kam informatat që në shumë komuna, partitë prej qendër ka intervenuar në listat për asamblet komunale, po edhe për gjitha partitë konsideroni apo? Po edhe partitë tjera, po të cilat kanë kaluar shumë keq, sepse ata figurat nuk kanë qenë të fuqishme si zoti Ladrovci për ta sfiduar partinë e tyre, por ka ndodhur një abstinencë e madhe votuesve dhe i kemi rezultatet shumë të ulta tyre. Po ta konsideroni që pikërisht kjo çështja e Ladrovcit mund vijë deri dorëheqja me Emri Krasniqit, liderit të Partisë Demokratike të Kosovës, gjitha këto pakënaqësi, sepse tani ka edhe disa emra tjerë brenda PDK-s që kanë folur hapur që janë të pakënaqur me liderin e PDK-s. Pa marrë parasysh epilogut, mendoj që është përfaqësuar një pakënaqësi e madhe prej figurave, nëse më them kështu, seniore të Partisë Demokratike dhe mendoj që kjo situatë me Drenasin nuk mundet me shpëtuar pa konsekvenca.
Po, dhe nëse flasim përgjithësi për procesin zgjedhor, deri më tani 17 komuna do shkojnë në balotazh, se keni parë procesin dhe a është pritur që shkojnë kaq komuna, sidomos komunat e mëdha në balotazh? Në përgjithësi me e djela ja kalume ka qenë një ditë e mirë për demokracinë, kemi pas zgjedhje qeta, zgjedhje ferr, zgjedhje të cilat i kanë lakmi gjitha vendet, jo vetëm të rajonit. Populli votuesi kosovar e ka jep provimin, dorën zemër edhe partitë politike kanë qenë nivel, sado që është e kuptueshme që gara politike shkakton nga një herë fërkime. Kemi parë ndoshta një kulturë politike më të qetë kësaj here? Ka qenë, mendoj që ka qenë më qetë, edhe ka qenë më qetë edhe për shkak të, që thash më herët, zgjedhjeve tashme të cilat na presin, sepse pas atyre zgjedhjeve partitë politike do duhet paqare, do të kemi koalicione. Pra do të kalojnë, nëse mund të them, këtë hijen e vetë dhe këto zgjedhje në mënyrë mendoj që kanë qenë vetëm si një prelud në situatën kur ato pas zgjedhjeve të ardhshme gjithsesi do të ulen edhe do të dakordohen për krijimin e koalicioneve qeverisë. Ku po konsideroni që do të jetë gara më e fortë për balotazh, ndoshta përcaktuese një koalicionit, më shumë ose një bashkëpunimi tonë shumë në të ardhmen? Unë nuk e shoh ndikimin e provincave, komunave në qendër, ma shumurët me qenë mendoj e kundërta, sepse konstelacionet janë të ndryshme. Zgjedhjet lokale krijojnë dinamika tjera të cilat nuk i has asnjëherë në qendër. Dhe si rezultati i kësaj edhe interesave tjera, konteksteve tjera, mendoj që ato do dallojnë prej komunë në komunë të zonë. Në Mitrovicë do të jetë garë e madhe në mes të vetëvendosjes dhe PDK-s, në Prishtinë në mes të vetëvendosjes dhe LDK-s, në një komunë tjetër do të jetë AK-ja në balotazh. Nuk mendoj që rezultatet e këtyre balotazh do të ndikojnë pastaj në mundësitë performimin e qeverisë nivel qendror. Derisa e shoh shumë të rëndësishme që pastaj ndikimi, nëse do të kishim pas një qeveri në nivelin qendror, mendoj që mundësia e ndikimit të asaj qeverie apo partive prej qendrës kishte mund me qenë më e madhe në nivelin lokal se sa asnjë. Zoti Muja, apo i bie që qytetarët tanë janë të edukuar dhe dinë ta ndajnë pushtetin nivelin lokal dhe nivelin qendror, apo jo, dhe bëjnë përzgjedhjen se si duhet votohet për nivel lokal dhe qendror, apo çfarë? Po, dhe ne kemi pas të zonë në vitin 2021, në muajin shkurt, kanë qenë zgjedhjet për nivel nacional dhe vetëvendosja ka pas fituar për mbi 50%, derisa mas 9 muajve kemi pas zgjedhjet për nivel lokal dhe vetëvendosja ka pas kaluar shumë keq. E thash edhe më herët, zgjedhjet lokale janë zgjedhje tjera. Zgjidhen njerëz të cilët qytetarët i takojnë për ditë, i njohin edhe personalisht shumicën prej tyre. Kanë krijuar raporte tjera me ta. Derisa për zgjedhjet nacionale është më shumë performanca atyre të cilën e shohim në mjetet e informimit se sa që vendosim për shkak të përvojave tona. Megjithatë, zoti Muja, në këto zgjedhje vetëvendosja ka shënuar arritje, përkundër faktit që nivel qendror ende nuk ka arritur të formojë qeverinë. Tani është pritur, a ka qenë befasi rritja e vetëvendosjes në komuna dhe ruajtja e këtyre komunave tjera nga parti tjera, jo? Jo, mendoj që ka qenë e pritshme sepse 4 vite pushtet në mënyrë t'japin mundësi me ofru më shumë njerëz. Pushteti i ofron njerëz, i ofron edhe votues. Sado që në situata të caktuara pushteti mund edhe me konsumua, po në një situatë të tillë, posaçërisht në komunat ku ka qeverisë ajo, duket që ka qenë edhe më mirë trajtuar prej qendrës. Dhe janë rezultatet ato të cilat janë. Sigurisht që nuk duhet asnjëherë me harru edhe qeverisjen e mirë të cilën e kanë pas kryetarët e këtyre komunave. Po, atëherë ju falenderoj shumë që ishte sot këtu me ne. Faleminderit për mundësinë. Faleminderit shumë.